Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun xhalla wala falendrojmë vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Elusim Allahun që ti bën të dobishme takimet tona, të frytshme në dunjë dhe të shpërlyera ditën e gjykimit. Pasi që autori ka përfunduar me përmendjen e shtyllave kryesore të Islamit, si duhet besimtari, domethënë me i përjetu, si duhet të jenë funksionale jetën e përditshme, dhe ka prezantuar pjesën, domethënë, të brendshme të adhurimeve, pasi që në fillim e ka përmendur se për pjesën e jashtme të praktikës së adhurimeve, realisht ka lënë këtë çështje në librat e fikut, ku atje është përmend qysh falë namaz, mirë të abdese, zakati e tjera të adhurime. Dërsa këto flet për pjesën e brendshme të përjetimit, të formimit, qysh adhurimet në ndërtojnë, qysh adhurimet janë funksional në jetën e përditshme. Pasi ka përmend këto, tash kalon në një çështje tjetër të rëndësishme, që edhe kjo është pjesë përbërëse e jetës së muslimanit. Është e rëndësishme shumë me ndërtu raporte të mira me këtë temë. Madje raportet me këtë temë janë realisht vendimtare për çdo temë, para kësaj edhe pas saj. Andaj sot do të flasim për Kur'anin. Titulli i kapitullit është Adabul Kur'anil Karim wa dhikru fadailihi. Edukata me Kur'anin dhe të përmendurit e vlerave që janë të përmbledhura te fjalët e Allahut te barekuhu teala. Këto autori ka përmend edukatën dhe ka përmend vlerën. Normalisht kur flasim për Kur'anin ka edhe tjera tema, që ndërlidhen me Kur'anin, por është fokusuar te çështja e edukatës, pasi edukata është përmbledhse e gjitha sjelljeve të besimtarit në raport me Kur'anin dhe njohja e vlerave të Kur'anit realisht e përmirëson qasjen e besimtarit karshi fjalës së Allahut te barekuhu teala. Dietar kanë shkruar libra që flasin për vlerën e Kur'anit, Fadailu el-Quran, do vlerët e Kur'anit, kanë përmendur hadithe, ajete. Një prej aspekteve që dietarët e kanë përmendur që flasin për vlerën e Kur'anit janë edhe emrat e tij. Ka shumë emra Kur'ani. Çdo emër tregon çka është Kur'ani. Kur'ani është një emër i Kur'anit. Po për emrat e Kur'anit është Mubarak, El-Aziz, El-Muhaimin. Ka libra, ka emra shumë të Kur'anit. Dhe gjitha këto emra tregojnë çka është ky Kur'an. Kto nuk është emërtime ashtu pa përmbajtje, jo, janë emërtime me përmbajtje. Sikurse dita e gjykimit, sikurse Kur'ani, sikurse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sikurse mbi gjitha Allahu xhallahu ala. Allahu ka emra dhe përmes emrave të Allahut ne e njohim kush është Zoti jon. Edhe përmes emrave të Kur'anit ne e njohim kush është ky libër, çka është ky libër. Dhe autori i shmanget detajzimit të kësaj për shkak se kjo është temë e gjatë, ka shkruar dietarët shumë për këtë temë. Mirë po e fillon këtë me një vlerë përmbledhëse, e që është e mjaftueshme për me ngjall zemrën tonë në raport me librin e Allahut te barekuhu teala. Andaj thot, ajo që flet më së miri se çka është Kur'ani është fakti se është fjala e Allahut. Mjafton kaq. Nuk kejt e kupton me çikaç, fjala e Allahut mënduar. Atje këtu përmbledhen krejt vlerat e asaj që ka të bëjë me Kur'anin. Andaj Allah xhallahu ala ka lavdruar fjalën e tij dhe e ka dhënë epitetet dhe emrat më të bukur fjalës së Allahut te barekuhu teala. Të ndrum në këtë hyrje, edhe pse ka detaje tjera që do të përmenden, do është më rëndësishme kuptu se sa më tepër njohim vlerat të Kur'anit, sa më tepër e përjetojmë këtë realitet se Kur'ani është fjala e Allahut, aq më tepër të përmirësohet çështja në raport me fjalën e Allahut te barekuhu teala. Andaj thot se Allahu xhallahu thot hadha kitabun anzalnahu mubarak. Ky është libër që e kemi zbrit mubarak. Mubarak është një libër që ka mirësi të shumta, të panumërta, i bereqetshëm në çdo aspekt. Prandaj nëse veç leximi i tij sjell sa bereqet, para sa sjell bereqet meditimi i tij, mësimi i tij e kështu me radhë. Allahu xhallahu ala të ndërruaz me këtë libër ka ndryshuar dunjon, ka ndryshuar popull, ka ndryshuar njerëz.
Me këtë libër Allah ka ngrit njerëz në nivelet më të larta të mundshme që mund me u ngrit njeriu. Sikur se ka thënë pejgamberi sa inna Allaha yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah me këtë libër ngrit njerëz e ul njerëz. Don ka ul kundërshtarët e Kur'anit i ka përshnu Allahu Azza wa Jall edhe janë përbuz në dunjë në ahiret, ndërsa njerëz tjerë kanë qenë ndoshta të përbuz në shoqëni, po i ka ngrit Allahu te barekuhu teala. Don çdo vlerë që dikush në dunjë ka realisht për shkak të lidhjes me Kur'an. Gjithçka që ki në dunjë për të mirave e ki për të libra. Tash dikush më shumë e dikush më pak. Kjo është mubarak. E lexon fiton sevap, mediton fiton sevap, e mëson dikush fiton sevap. Gjithçka që bën me librin kuptimtar ki sevap. Madje sevapi është i shumë fesht. Që ka thënë pejgamberi alayhi sallam se domon kush e lexon një harf, një shkronjë nga Kurani, i ka 10 sevape. Ka thonë pejgamberi nuk po them alif lam mim është një shkronjë, po them alif shkronjë lam shkronjë mim shkronjë. Shkon fillim të surës Bekara alif lam mim ti fiton 30 sevape. Dhe kemi thënë disa herë në flasim për sevapet si vlerë e caktuar, por nuk e dim sa është kjo vlerë. Po. Në themi sevap si më përmend për shembull në monedë caktuar, po e dim që shumë bën, por nuk dim sa bën. A ka mundsi dikush me përthatu sa është një sevap? A ka argument dikun sa është një sevap? Një sevap është për shembull 200.000 euro. Ja, një sevap po çikash, 2000, sa është një sevap? Nuk dim. Nuk e dim, ama e dim se për një sevap në xhenet. Po çfarë dim? E dim se njerëzit kanë mundi keq për një sevap. Se kanë. Qysh ka thënë pejgamberi për një subhanallah, për një alhamdulillah, ki mundi keq. Ç'ta e dim? Çfarë vlera kësaj? E dim se njerëzit në xhenet dallojnë vetëm pas sevapeve. Se sa nuk më dallo. Vetë sevapet do bëjmë dallo. Ky ka më shumë ka më pak. Me sevapet njerëz ngritën në drejtë e xhenetit. Prandaj nëse thotë pejgamberi sa 10 sevape i ka me lezim, tash përnosojnë këto sevape apo. Duhet me këto informata, me këto njohuri njëri gjithmonë me engjall zemrën e tij të ndërruar karshi fjalës Allahu te barekuhu teala. Pastaj ka përmend inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. E ka përmend edhe fjalën Allahu sura al-Isra, ku Allahu se ky Kur'an gjithmonë udhëzon ato çka është aqwam. Çka është aqwam? Aqwam të ndërruar ka të bëjë me çka që është e duhura, që është e qëndrueshme, që është stabile, që është e vazhdueshme. Andaj gjithçka që është e duhura, Kurani është më i duhuri. Gjithçka që është e drejta, Kurani është më i drejti. Aqwam ka në superlativ, duke treguar se është e përsi ndaj çdo udhëzimi që njerëzit mund të garantojnë për tyre udhëzim, stabilitet, qëndrueshmëri, vazhdimsi, funksionalitet e kësaj rreth. Kurani është në superlativ, është superior. Aqwam. Nuk ka mbi të kur gjopën. As udhëzim, as shërim, as qetësi e as keq ka njerëzit duhen në kësaj bote. Allahu thot la yati al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi. Nuk ka mundësi që Kuranit domthon të deportonte Kurani e kota në asnjë mënyrë, as në fillim, as në fund, as në mes, në asnjë kohë, as në vend e kështu me radhë. E ka mbrojtur Allahu te barekuhu teala. Ne shikojmë veç me qetohet ndonjëherë sa ndim vetë njëri krenar, sa ndim vetë të privilegjuar me faktin se Allahu xhalla wala e ka udhëzuar ka Kur'anin. E ka pa Allahu Kur'anin. Megjithatë ne sot shohim që muslimanët kanë një ngjecje serioze, shqetësuese në raport me fjalën e Allahut azh. Edhe në raport të leximit, edhe në raport të mësimit, edhe në raport të punës, kuptimit, meditimit e shumë tjera. A shpresoj që ky kapitull me gjitha këto informata, me gjitha këto njohuri, me gjitha këto që na jep të ngjallë tek ne interesimin për fjalët e Allahut më shumë, të na bën më të zellshëm në çdo aspekt në raport me fjalën e Allahut azh, nga se realisht dietar përpara e kanë mat devotshmërinë, pjekurinë, maturinë e dikujt me raportin e tij me fjalën e Allahut te bartala. Edhe për shembull pejgamberi sa e ka mësuar sahabët që njerëz u del imam ai që ka raportet më të mira me Kur'an, kuptim të leximit e kuptimit e kështu me radhë. Në luftën e Uhudit pejgamberi sa i ka vendos, domethënë i ka vendosur ata që kanë më shumë Kur'an mas nalti. Në çdo aspekt të gjallë të vdekur i kanë vlerësuar pejgamberi alayhis salam njerëz që kanë pas një urim më të madh për Kur'anin. Gjithashtu e ka përmend hadithin e pejgamberit sa që transmeton Buhariu rahimullah nga Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu se ka thënë pejgamberi sa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ky është një hadith që flet për ato që s'e ka merret. Është kriter i vlerësimit. Më i miri në mes në juve është ai që
e mëson Kur'anin dhe u mëson tjerëve. Kjo është standard. Ka thonë për më mirë që kjo është. Në çaj që mirët me Kur'an. E mëson Kur'anin. Çfarë kuptim mëson Kur'an? E mëson leximin e tij, e mëson përmash, e mëson kuptimin, meditimin, punën me të keq që ka me Kur'an mëson. A çfarë më mirë? Edhe që i mëson të tjerëve. Khairukum. S'ka më të mirë se kjo. Ato që thej ka më herë se pejgamberi ka mësuar sahabët që me e vlerësu njëri tjetrin mbi bazën e fjalës Allahu te bareke ve taala. Ma të ndërozë veç kjo që ka cek autori këtu është padyshim e mjaftueshme që njëri me të vërtet me pas një qasje pak më ndryshe, më usil më me përgjithësi ka shi fjalës Allahu te bareke ve taala. Nëse bojmë një lloj domethënë ankete në mes në besimtarë, do të befasojmë për të keq me raport aty me fjalët e Allahut azh. Edhe në kuptim të veç lezimit thjesht, pa kuptim, veç një lezim kështu sipërfaqësor, edhe i shpejt me qenë, dëgjojmë që zëvendësia e lezimit të Kuranit e ka një ngjallje në Ramazan, pastaj shkon do kuzbe, edhe ndoshta kalon viti edhe shumë nga muslimanët që realisht janë praktikanë nuk bëjnë halt më vonë. Kjo është e tmerrshme, kjo është e frikshme. Sa pas kontakt me Allahut, po flas veç kuptim lezimit, sepse kjo është standardi minimal. Po slasëm ku është meditimi, ku është kuptimi, ku është kjo që realisht është e kërkuar që ne kemi një kapje të fuqishme me fjalën e Allahut te bareke ve taala. Edhe në çfarë ka lezuar për Kur'anin natë edhe të ka lezuar. Andaj njëri me lezu, me meditu, me dëgju tafsir, me qenë vazhdimisht në kontakt me fjalët e Allahut te bareke ve taala. Nëse mjafton që kjo që ka filluar autori me meditu për sa. Shikon në tokë nuk ekziston asnjë libër i cili mund thuhet për ta funë kryesor fjalë Allahut për Kur'an. Apo sa ka zbritur Allahu në tokë fletushka me qindra, sa ka zbritur Allahu libra, sa ka zbritur Allahu këtë këtjen të harruara, të ndryshuara, të deformuara, i vetëm është Kur'ani, libri i Allahut xhallahu që ka mbetë në tokë në mes të njerëzve, edhe nuk kanë njerëzit mundësi me ndryshu. Sa ka pas përpjekje? Shumë valla. Në kohë të pejgamberit ka pas përpjekje me ndryshu Kur'anin. Kanë kërkuar nga person, ndroje pak. Jepi pak një kaje, shteja pak, e u bet dilhu, ndroje apo. Allah i ka thuaj, s'është e jam me ndrua. Në peatër ka pas tendencë ndroje pak apo. E tutje, tani përpjekje me bu Kur'an, gjajshëm e dini Musele me kedhabja i pejgamberi rrejshëm, apo ka dalë me një far Kur'ani i tija, që ja veç e ka bojë qësharak është e jepë, komplet një surët të elefante ka bojë, as i dinë se ka që është elefante e kështë më radhë, andaj përpjeket janë të kahmashme, edhe për para, edhe sot, ja mundu njerëzit, qofë me njerëz, dhe më thonë, fatkeqësisht të pagum, me njerëz me interes saktuar, që me ishtiqe, me qasje të ndryshme, me e deformu kuptimin e Kur'anit, e ka këtë kuptim, e ka atë kuptim e kështë më radhë, ato kanë bon ndikim, po në mas të madhe, gjitha kanë pësu me dështim, alhamdulillah. Nëse Kur'ani është i ruajtur, nuk ka mundësi, ka ruajtur Allahu azh në formë ndryshme, një pyetje është edhe hebzi. Ki fëmijë hafuzllar që realisht s'lan me ka përsy ajetet, nëse e thosh gabimisht apo. Nuk lan. Për shkak se e ka mësuar çu duhet. E ka mbrojtur Allahu te vata. Nuk ka libër në botë që mësohet për marrë si Kur'ani. Ka libër në botë? Nuk ka. As në mëson bile. Sikur se Allahu ka thënë: "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr fa hal min mudakkir." E kemi lexuar Kur'anin për me e lexuar, për me mësuar. Andaj ka kush që mëson apo? E ka lexuar Allahu te vata. Shikoj për shembull, është e çuditshme. Nuk ka libër në botë që mësohet që ka shumë, po edhe çka është më interesant. Me mësu fëmia në moshën 6-7 vjeçare, nuk ka gjuhë aty në hiç, asnjë fjalë nuk e di nga arabishtja, e mëson komplet libër me 6000 ajete për mësh. Me kon gjuhë pa një problem apo. Më dhe ke pa mashtirish me mësu një sure shqip se me mësu arabisht apo. A din kuptim tekstual, ti mëson kuptimisht pse gjuha jote, po tekstualisht ke qallon është problem me mësuar, provoj apo. Dhe më thonë këto që fjala Allahu xhallahu është e veçantë apo. Edhe në kuptim të mësimit, edhe në kuptim të dëgjimit. Keni pa edhe tese që bëjnë për shembull me të huje, me perëndimore, me një që musliman i lexon Kur'an e gjen një lloj tingulli të veçantë në zemrën e tij që dallon nga fjala zakonshme arabe, nga poezia e caktuar e kështu me radhë. Fjala Allahu te barekuhu teala. Ata sy edhe pejgamberi ka përmendur si standard që besimtari përmes tij e llogarit vetën e tij. Qyshje me Kur'an, çashtu që me Allahu xhallahu ala. Qyshje me Kur'an, çashtu që punë tek Allahu te barekuhu, nga se fjala Allahut është realisht njësia masa për këtë. Jashtë ka përmendur hadithin e Enes radhiyallahu ta'ala anhu,
që realisht çdo hadith, çdo që përfaq aspektet veçanta të Kuranit, po edhe ndikimin e Kuranit tek bardhësi i Kuranit apo tek ai që me Kuran mirët. Sikur se ka thënë pejgamberi inna lillahi azza wa jalla ahlina min an-nas. Allahu jalla wala në tokë ka ehlin janë të afërt. Ehlini të familjarëve, që s'ka më të afërt apo. Allahu azza wa jalla të ndërmjet zëdini ka nganjëherë domon ja bashkangjet vetës së tij disa çështje caktuara për t'i dhënë vlerën e saj. Për Bejtullah. Allahu s'ka shtëpi. Po nuk e do shtëpia, po për t'i dhënë vlerë xhamisë, sa aty Allahu adhurohet, wa anal masajida lillah. Xhamiatun për Allahun dhe janë të Allahut. Bejtullah, shtëpia e Zotit te barekallahu. Andaj edhe bardhët e Kuranit, varësisht nga raporti me Kur'anin, lidhje me Kur'anin janë quajtur të afërmit të Allahut ehlin. Ai ka thënë kush atë ja Rasulullah, ka ehlul Kur'an. Ehlul Kur'an, do të thotë që kanë lidhje të ngushta me Kur'anin. Ata janë kush? Ka thënë hum ehlullah wa khassatu. Janë të afërmit të Allahut dhe të veçantë të përzierën të Allahut azza wa jalla. I përzierën tek Allahu te barekallahu me lezim të Kur'anit. Ka përmendur tira transmetime këtu autori, disa nga ato janë sahih, disa do të thotë përmana, po ka edhe transmetime që janë të dobta, po që në përgjithësi flasin për ndikimin e Kur'anit në aspektin e formimit, në sjelljen e dobive e mirësive të shumta tek njeriu në dunja, po edhe në ahiret. Ka transmetime që disa i ka përmendur autori, po ka tjera që janë sakta që domethënë ka përmendur pejgamberi se Kur'ani vjen ndërmjetësues ditën e gjykimit për njeriu apo. Ndërmjetëson tek Allahu xhallahu ala thot, o Zot, unë e kam në natën pa gjumë. Apo përmend natën për shkak se nata është më e qetë për të lexuar Kur'an, më e kapshme për ta medituar Kur'anin kështu më vonë, qase dita in këtu, po është përmend nata për shkak se esenca e lizjes me Kur'an më shumë është e zhvilluar natën. Edhe për faktin e qetësisë, për faktin se një ditë mund të më nxon natën i përkushtuar Kur'anit më tepër, andaj thot natën e kam lënë pa gjumë, o Zot pranoj ndërmjetësues, më pranon mund ndërmjetësues për ta. Edhe normalisht Allahu xhel nuk e kanë fjalën e tij apo. Po domthonjë që shumë të janë ato që i kanë përmend dietarët të lidhur me vlerën. Çështja tjetër që kanë folë dietarët, po edhe autori i librit në raport me Kur'anin kanë përmendur se me Kur'anin gjitha këto vlera i ka, gjitha këto mirësia sjell besimtarit, me Kur'anin gjitha këto përfitime i sjell besimtarit, atë besimtar duhet që realisht me u dallu pe tjerëve. Me dallu pe tjerë ato. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Apo begatin që të ka pa Allahu, tregoje, shpërfaqe në çfarë mënyre? Me edukat. Me edukat. Andaj dietar ka shkruar libra që quhen për shembull Adab Hamalat al-Quran. Rregullat edhe sjellja dhe edukata dhe morali i bardhësve të Kuranit. Të ndrohet kur flasim për bardhët e Kuranit, domethënë padyshim se kush din më shumë Kur'an, edhe përmesh, edhe kupton, hyn në kategorinë e parë. Pastaj çdo musliman, edhe ai që din surën Ikhlas, edhe është një lloj bardhësi. Pse është ai bardhës i Kuranit? Nuk është bardhës i nivelit parë, normal, po ai është bardhës. Pse? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Bellighu anni walau aya." Për çellën për me qoftë edhe një, do të jetë bardhës. E ka bëu person bardhës, qoftë një ajeti, ti je bardhës. Ti je bardhë një sure, 2 sure, 3 sure. Andaj sa jemi bardhës të Kuranit, aq përfitojmë nga vlerat e Kuranit. Mirë, po duhet më shpërfaq në jetën tonë edukata e një bardhësi të Kuranit. Shkojnë të ndrozër, kemi pranë rase ndryshme se njerëzit që kanë ose gëzojnë reputacion të caktuar në shoqëni. Për ta vlen disa protokolle që s'vlen për të tjerë, apo kanë disa kufizime të caktuar që kanë të tjerë, për shembull. Me konë një familje mbretërore, nuk e lën me lujt me fëmijë të sokakut ato. Po me konë për shembull i një familje pak më prestigjioze, me konë një sjellje të posaçme, han një posaçme, duhet të shpërfaqësh se ti je i kësaj familje apo. E ti nëse e bardhë i Kur'an qyrë të musila, me sidhen tonë, apo. Nuk është. Andaj pejgamberi sa në betejën e Hunenit, apo. Në betejën e Hunenit, kur ka ndodhur dridhja e madhe, kur shumica e sahabëve kanë filluar që me humb kontrollin, në kuptim të ballavëqim betejës, pejgamberi më çka i ka thirrë thënë? I ka thirrë, o jo bardhë të surës Bakara, jo bële mos e keni apo. E që dini Bakara do të mënajt apo. Shikoj, pejgamberi do i ka thirrë në emër të surës Bakara.
Që ti bakarën të dush, ti çka din ti apo? Mos përfaqësh ai edukata, stabiliteti që është mëria një barçë të Kuranit apo. Ibn Mesudi radiallahu ta'ala ka përmendur se ka përmendur autori këtu, ka thonë yembaghi li hamil Kur'an, duhet që barçi i Kuranit të dallon natën e tij dhe ditën e tij për tjera apo. Natën e ka ndryshe, ditën e ka ndryshe, apo normal apo. Nuk më kon nata e tij edhe dita edhe nata e njerëzve të rëndom apo. Nata e tij për shembull muhabbetet kota, mos flasim për mëkate, ose gjumë gjithë natën apo. Ka pak një pjesë ku s'po quhet edhe përsisht Kur'an që dënë do punë. Kur'ani që në vetë. Prandaj shikoni, Allahu azza jall pejgamberi sa që ka lidh natën me Kur'an. Ya al-muzammil qum layla illa qalila. Që natën pas pak inna sanulka alayhi qawlan thaqila. Se kemë më dasbitin një fjalë që është error. Do të shkë fjalë nuk bartet pa natë pak më ndryshe. Ditën e ka më ndryshe, sjellën e ka pak më ndryshe. Do derisa e ka pranë Mesudi edhe, domthonë ai ditën dallon kur me adhurimin e tij, me xherimin e tij, me dhikrën e tij, ai ditën dallon me përkushtimin e tij. Kur njerëz këtë janë në argëtime, ai e ka një disponim tjetër. Kur njerëz janë të habitur të tuar, ai ka një çështje komplet tjetër. Domthon e përmend Ibn Mesudi se dallon kënjëri çdo aspekt për tjerë, dallon çdo aspekt për tjerë. Kjo është e pritshme të ndërmosur. Kjo është realisht sjellja e përgjithshme në raport me Kur'an. Te ka pa Allahu Kur'an, çu mos i thënë. Çu mos i thënë. Dhe për shembull kur njëri lexon Kur'an vazhdimisht, barsi Kur'an apo. Në Kur'an çka lexon? Se jeta është në dorë të Allahut te barekutaala. Kjo është një guxim të Afrikë. Kto është më tonë? Me caktim të Allahut është deka apo. Edhe që rreziku në dorë të Allahut është apo. Sotët. Ma barsi Kur'anit apo njëri që din këto ajete. Ku është ndikimi i jetës? Çfarë efekti përdhonte ti realisht që informata që Kur'ani t'i jep për jetën, për vdekjen, për rrezikun, për adhurimin, për gjitha këto. Që kjo është ajo çështja ose reagimi me përgjithshmëri në raport me fjalën e Allahut te barekutaala, me fjalën e Allahut azza wa jalla. Problemi është të ndërmosur na kemi në muslimanët e kohës tonë, a gjithmonë çdo kohë ka pasur me tyne, po për kohën tonë, pse për këtë komunu me fol pak më gjatë, në raste të tjera, nështë Allah na lehtëson me fol pak më si problem më i madh, po në kuadrat e problemeve në rrafshin e mendësisë, mënyrat menduarit, që ne mendojmë se kemi probleme, ende s'kemi arrit me eduku, me e formsu mendësinë tonë në raport me ç'është duhet me fjalën e Allahut azza wa jalla. E menuesi një njerë që lexon Kur'an apo. Qysh menon një musliman? Edhe shpesh e vrim që e kemi shumë të theksuar, për shemb, nuk e dia është term adekuat apo e quaj mendësia e harnimit apo. Shumë më harnu. Don për shembull, është në pamundësi me pas ndoshta qasje të duhur ndaj Kur'anit, me kuptu Allah, me punu, apo e harnëm këtë pjesën që s'mbulohet me këtë me qka, me hatë me sa ma shumë. Dhe këshyri me buharnime, se s'la pjesë e ka pjesën e vetë, apo pjesën e vetë, apo. Për shambull, një njëri i cili është i mangët për shambull namaz. Këshyri me harnu namazin e vetë, si mangësime, sadakati hapën. Sadaka ka të vetën, kësa nuk mund me harnu pjesën e çkymit të namazit me sadak. Aja pjesë më harnu, duhet me adhon petkën e namazit, nuk mundesh hapën. Nuk mundesh, se s'la duhet me kone në vend vetë hapën. Andaj mendësia e harnimit hapën. Për shembull, keni pa muslimant, se kuse ka përmenë edhe me një pilibëve ti Izdbegovici, kur të për gjendje muslimanë në Kur'anit thotë, në pamundësi që me punu me të, në pamundësi që me zhvillu me të, muslimanë dhe e kanë këthy në lezim për të vdekur. Se kanë qenë me dy opcioneve. Ja me Kur'an, me jesë për para, kushtushme, ja me leon krejt, edhe kështu s'banë. Qa bujmë, edhe ja gjymë vdekun. Unë edhe në rahat, se konformiteti jo nuk prishet, jetujme të në tonë, po edhe me Kur'an jim, se lezojmë Kur'ana për vdekur. Në deri vonë të ndërë, deri vonë, botë islame ka qenë kjo. Po flot deri vonë.
Ka qenë e njohur që nëse ke ndëgju Kur'an me një shtëpi, ke ju ke thonë Zotit lash nash. Sa aty të përtet çka sot Kur'ani, a dini? Deri vonë kon. Deri vonë kon, në shtëpi nëse ke lexuar, nëse ke një Kur'an të kënu, hen thuaj Zotit lash nash se kush u dekse, Kur'an pse u shkruaj të çka. A kuptoni ti kam mendsi apo? Çka mendsi e harnimit apo? Don sunë lan, sunë për Kur'anin për mia drejt jetën atje se fiton me haram, punon me haram, apo po më lën keq ka hajdet e harnojnë me dekun kit mangësi që lotë, tek ja, smur me harnu valla. S'kam fe ato harnu. Apo tani lara apo. Prandaj që ata i ka thonë edhe, Hudhaifa i ka thonë Mesudit iyaka wa talawun apo. Mos unjras, mos harna. Po rre me petk sibgat Allah, me petkun e njëshmërisë Allahut azza wajalla. Se Allah ka thënë sibga, në ngjyrë. Se ka qytë shumë gjyrsha, se ka qytë harnim, për ka qytë një petk i përgjithshëm. Po kjo temë në vete, po të mund që muslimanë raport me Kur'anin zakonisht kanë qasje të harnimit, jo qasje të ndërtimit e të formimit. Prandaj këto udhëzime duhet na vëdësua. Sikur thotë Ibn Mesudi, barsi Kur'anit të shati, kupton, në sjelljen e tij, në mohabetin e tij, në mendsinë e tij, në raportet me vetë që i kanë kështu më radhë. Gjithashtu ka thënë Fudhal ibn Iyad rahimullah, hamilul Kur'an hamilu rajat il-Islam, subhanallah. Që çfarë përgjegjësie ka përmend Fudhali. Ka në barci i Kur'anit është barci i flamurit të Islamit apo. Sikur se në betejë ai që bën flamurin s'ka merculla. Se kur bën flamuri i tij në tokë bën që betejë ra. Na çuçi ka marrë Jafar ibn Abi Talib flamurin apo betejën e Mu'tës. Çu ka vajtë apo. Ne kanë kuptuar në dorë me tjetrin, ne kanë kuptuar dorë me krah, e kanë kuptuar krah me gojë desa ka dek apo. Ama me se ka shuk flamurin. Nëse ka kap pas ti, pastaj Abdullah ibn Rawaha tani kur ka kap Khalid ibn Walid tani ka thosur situata komplet po domthonjë që kur të kap flamurin s'ka më shumë apo. Ose ti e barci flamurit. Barci flamurit, ti e barci i marr, ti e barci i mesazhit apo. A çush kimë bërë këtë mesazh? Gjithkush nga pozicioni vet, apo. Po nuk duhet të flasim për shkak për bartë e manetit, për bartë e mesazhit me na shkumet në kategori për shkak. Po kjo është dietar, po kjo është hoxhallar, e të tonë apo. Ti e gdin surën Fatiha apo. Ti e bartë flamur të surës Fatiha. Edhe ti e bartë dikush më pak dikush më dihet apo. Por duhet gjithkush më përjetu, domthon përgjegjësinë në raport me fjalën e Allahut xhalla xhelaluhu. Prandaj ka thonë la yanbaghi an yalghu, nuk duhet ky njeri don me kon i utum, as me kon i shrenum, as me kon dhe më thonë mendjelet, as naiv, që shenë njerëzën përësi, lysh është apë, arun kone ti, pandaj, edhe ka thonë, Fudali në fund, ka thonë, duhet barsi i Kur'anit, barsi i flamurit, apo, që me qenë një nivel që njerëz ka nevoj për të më shumë, se që ai ka nevoj për njerëz, apë. Që nevoja për njerëz, mësë me bu me lumë flamurin, se ka njerëz ki nevoj për të e lem flamurin, së ne banë, apë, përka këtë nevojave që ki, apë. Në qaq me koni distancu, me koni ngritën, që njerëz me pas nevoj për te, shumë ma te për që ai ka nevoj për njerëz. Andaj, ka shumë që kërkur për këtë çështje. Autori ka përmend një rast të Imam Ahmed rahimullah, një ëndër ti, po ka diskutim për kësaj ëndre, është ai se ka pas Zoti në ëndër dhe Zoti i ka thonë diçka në ëndër për Kur'an, po s'kem nevojë për të ëndra, sepse ka argumente të mjaftueshme që flasin për vlerën e Kur'anit, leximin e Kur'anit që pa i në diskutime lidhe me ëndrën që është përmend. Këtu po autori ka përmend si rast, domethënë që e ka patus më thonë. Lidhe me Kur'anin të ndërruar ka një çështje më rëndësi që ka të bëjë me edukatën e leximit të Kur'anit. Edukatën e leximit të Kur'anit. Në kuadër të teme është çështja se sa është sasia e kërkuar e leximit ditor të Kur'anit. Ose sa është periudha kohore e toleruar për një musliman që brenda asaj periudhe me bën një hatme. Ka diskutim të ulemat. Për sa është periudha më e shkurt e dim. Sa është periudha më e shkurt? 3 ditë. Në hadithin e Abdullah ibn Amr ibn As, i ka thënë pejgamberi, ai ka lexuar Kur'anin çdo ditë, e ka përfunduar hatme, ka ja s'bën kështu. Ka bënë ka cek pejgamberi. Ndërsa ka ardhur unë më ka 3 ditë. Në 3 ditë më lexova. Se në 3 ditë rresht e humb edhe tash mundësinë e koncentrimit dhe kuptimit. Kjo në 3 ditë është në rrethana të zakonshme. Nëse në rrethana të pazakonshme, po mënoj kur bëhet fjalë për ndonjë vend caktuar, bëhet fjalë për kohë caktuar, atëherë
Ibn Rajab rahimullah dhe shumë nga dietarë kanë përmend se këto limite thehen. Po këto janë limite për njerëz që 3 ditë duket gatë me bëhat me atë, po më. Këto më sa më shpjegou për neve se këto na se kem të lashën për 3 ditë na bëjmë sabër në javë ditë në muaj sa gole. Po këtë po na tha që on dim kanë bëhat me ka sikur si Imam Shafiu ka 2 herë nditje ka bëhat me ose ka bëjmë Uthmani në vitre ka bëhat me Kur'anin, këto ndërtesht raste që njëri për më në kupton po kur të këshosh për shembull një hat me njëri për sa kohë mund me bë me lezu mesatarisht 7 orë 8 orë po 8 orë bën një hat dita i ka 24 orë po nëse ka lezu 16 orë Kur'an ditje 5 orë me plehit për ta u kon premi 4 orë i ka me hongër me pi çka ka me logjikë ka pa thon mo me mundsi tona nuk e ka mundsi tona nuk e ka pas në ditje ose na si mësu me pas çaq do të sabër gjatë me bë. Po dietarët e kanë përmend, mirë është njëri sa për ç'më thon atraktivitet, si për çka ble. Një herë një jetë bile spa ka më shumë me bën një mund që padim se jo kështu me bë si çfarë është padyshim ambicionante kjo. Nuk po duhet me thuj ambicie, po s'po duhet me kon iluzionar apo po të kthejmë realitetit. Dietarët e kanë përmend 3 ditë, apo pastaj kanë thonë një javë, pastaj kanë një muaj, edhe kanë thonë 2 muaj apo. Shumica e dietarëve thonë se domon është mekruh e urrëtur që me kalu 2 muaj e muslimani se ka përfunduar Kur'anin, Allahu na falë. Ndërsa mesatarja e kërkuar është, domethënë 1 muaj, 1 gjysmëditje. Ndërsa më e preferuara dhe më e lavdëruar është 1 herë në javë. Shumica e sahabeve transmetuar se kanë bërë Kur'anin 1 javë. I thonë tasbih, seba, 7 ato. Domethënë 7 e kanë bërë ata e kanë për 6 ditë, ka 5 gjysmëditje. Dietarët e kanë thonë e kanë këndu gjysmë para namazit dhe gjysmë mas namazit. Në 10 faqe para sabat, 10 mas sabat, 1 gjysmë. 10 faqe para drekës, 10 mas drekës, 2 gjysma, në fund, kur të këshur nuk është tirë, po me kalkulim, me muhabet, shumë ka lërë, po me praktikë, kohën tonë dinamikë është eftirë, nuk është e një. Po me mujtë njëri, të ndërnozë, me mujtë njëri që për e me mos me kalu 2 muaj ditë, dhe s'pako gjysmë, kjo është minimumi i një praktikanti, normalisht me shku në avancim të vërdushëm, ka një gjysmëditje, kjo është ajo që kërkohet, apo mos me liu me ranë në këtë absolutisht apo. Autori ka përmend një rregull të përgjithshëm që realisht nuk është përmbajt me kohën, po ka mirë një mezu Kur'an sa më shpesh, me kurse që nuk i bëhet pengesë për angazhimet e tij, punët e tij, kështu me radhë, për shkak se normal leximi i Kur'anit në esencë është vepër e pëlqyer, nuk është farz. Nuk është farz. Farz me lezu për atë sa duhet për obligime, është farz për me lezu Fatihan, namaz, është çka. Po në total nuk është farz me pohatme. Apo mirë po ka qortim për ato që e lën leximin e Kur'anit për shkak se i sjell implikime të tjera negative në jetën e tij. Që ato pastaj janë obligime i majt edhe ato janë obligime un kujdes për to hapën. Prandaj ka thonë që autori e përmend në esencë duhet me lezu Kur'an së shpesh. Dhe kështu të ndërmjet këto du me bu një sqarim me rëndësia. O shumë më rëndësi, mërë në këto dobi të rëndësishme, o shumë më rëndësi që kur të lexojmë për ibadetin, kufizimet, rregullat, apo me pas pash kush po thotë për çfarë kohë po flet. Apo kupton? Për shembull, në kohën e hershme, nuk e kanë pas muslimanët problem leximin e Kuranit. Kanë bëu hat më shpesh apo. Prandaj diskutimi ka qenë në atë kohë, a me lezu Kur'an më shumë, a me meditu. Apo kupton? Për shkak se s'ka pas krizë në lexim. Çështja e leximit ka qenë e sigurt, po mos u bani veç me lexu, hajde të kalojmë pak edhe te meditimi, edhe tek kuptimi apo. Por në kohën tonë ku krizë është leximi, para se më dalë ajo, mendoj që do debate nuk janë me vëna, të më bëjnë gjithmonë. Apo, për shkak se ai që nuk lexon Kur'an sa duhet, çfarë bën me meditim? Ma meditim të hiç, apo më. Për faktin se meditimi i Kur'anit sa i merr kohë, 10 minuta. Po më mirë meditu pak, po më mirë meditu 2 saat njëri apo. Apo më meditu me kuptu, thotë njëri po ama. Sa ka lënë kohë me Kur'an? Prandaj po themi kështu kushtimisht. Nëse është e kërkuar me lezu Kur'an një gjysmëditje, një gjysmë sa ti merr me lezu? Gjysore maksimumi. Po 15-20 minuta e dikur që zë më shpejt, hajde po vëdhem 30 minuta. Hajde bëjmë 40 minuta. Atëre merë rregull, gjysore në ditje kushtoja Kur'an. Lexo 20 minuta, 10 minuta.
Tek e fundit me një lloj, ç'më thon kompromisi të fundit, apo mirë po meditim të shkudës që i bjen men ka pak jem të meditu Kur'an kështu sa ke meditim kjo është hajgara. Andaj duhet të them të jemi serioz në raport me këtë çështje që Kur'ani t'i kushtojmë me mendje. E tani kur e kuptojmë këtë, i kuptojmë edhe fjalët e ulemat që kanë folur për çështjen e meditimit, sikur ka thënë Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala ka thonë që ta lexoj surën Bekara al-Imran, domethënë me meditim edhe lexim të këdashëm, për mua është më dashur se me lexu Kur'anin shpejt. Sahi, për shkak se ka lexuar për gjysmë ditë apo. Për çeta është shpejt apo. Ama na më thon për shembull, hoj a me meditu më shumë me lexu më shumë. Sa bën hat me një dy muajt. E çfarë mendim flet ti apo? Për çfarë problem? Na vjen këta kanë lexuar Kur'an për 6 saat vëllai. E ku ka më mirë meditoj ka pak e bëj me një herë në 3 ditë se që ta është këta kanë pas të lart, nuk kemë problem ton. Nuk bëmë edhe me shkaktu probleme që s'ekzistojnë për ne. Po tan probleme për ta. Po që ka lexuar Kur'an ata dosh. Problemi ka me Abdullah ibn Amr ibn As i cili ka agjëruar gjithë ditën, është fal gjithë natën. Te ky është dorë me internon, mos u fal gjithë natën, flej pak është. Mos se kanë probleme apo. Nëse kena probleme është e kundërta, apo kuptoni? Pa është shumë e rëndësishme me kon sinqert këtë aspekt me ditë se çyt më qastu e çështja apo. Dikush i merr çështje e tyne të mëdha që ata kanë pas problem kanë pas me adhurimin, kuptim të aspektit të shtuar, e tash më marr atë problem me marr në ata s'po ditë ashtu duhet një milion vetë të hise. Domthon, ajo që ka thonë Muadh ibn Dharrit apo Abu Darda si ka thonë. Ti ki obligim dhe grus, ki obligim, apo thonë, këto e për ato që ka di sot a është në rregull apo. Në rregull me kon, normal për çdo kohë, po s'kena problem ja unë hakun grusë vetet e gjumit e ushqimit e këtu okay apo. Do të të na do të më bë ti ki hak ndaj Kur'anit, ki hak ndaj xhamis. Ky formulim është më për ne apo. Por mi Abu Darda ka formulimin e dur. Po më i madh në raport me Abu Darda apo. Po me neve cili formë është i kërkuar. Formulimi i Budar i madhit është në pas kujdes apo për shkak se shejtani vjen nga kjo frym, edhe thotë ti dush më kon me un hakun këtë më këto normal apo. Po nëse dikush i hen hak grus ose gruaja burrit në kuptim kohor për shkak dunjas, për shkak të ahiretit thonë. Apo për shkak se punon e angazhon e ngal që aty i hen hak. Në dunjaja apo problem. Ma rrall shumë kohë që dikush nga ibadeti më nga Kurani, nga elmi që lyp i hen hak për fëmijëve, grusa, krebave, apo këtë ja bim hadithin e madhit apo. Se ky ahet po dikush që dunjaja apo nuk është çështje që do na kena këtë problem. Po më që është shumë rëndësishme me kuptues se do cili është problemi ku kriza jote dhe si është gjut më çast kriza. Se kara duke tentuar me bos zgjidhje me uzimet e selefit na komplikojmë situatën më tepër dhe krijojmë kriza edhe më për veten tonë apo. Kuptim të adhurimit. Andaj e kam përmend që njëri është mirë që do me meditu Kur'anin apo edhe me lexu Kur'anin. Shikoj masi që ka përmend fjalën e Uthmanit radhiyallahu anhu autori, shikoni, kjo që e përmend më herë. Si e ka përmend fjalën e autor e këtina Ibn Abbas, se me lexu Bekara dhe Al-Imran është më e dashur për mua se me e përru shpejt Kur'anin, mas që ti transmetim, çka ka pru? Thot fakat kanë Uthmanu yaqra al-Qur'an fi rakatin, aftan, yutru biha. Uthmani ka lexu Kur'anin me një rekat ka po vitër. Fjala e Ibn Abbasit komentohet me çast në Uthman, po, çështu po. Po, më mirë më sugot, më mirë fali e bëj hat me Kur'anin në 3 vitra, se sa çta po. Ama atë që non kurse bëna vit, hat me Kur'an namaz për shkak kur një se kanë vë. As kena problem me Ibn Abbas, as me Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Mandaj do të them të ndërozë duhet me proniri hallin e tij apo. Më mirë me kuptu ku e ka problemi, ku ka smundje. Më marr, ani lexo gjysë, ama lexo në mënyrë konstante të vazhdueshme apo. Dajni kodën e 15 që më marr sikur tash autori bën do shembuj, që është mund njëri me meditu për këtë çështje apo marr. E kam përmend tash nga edukata edhe përfitimi nga Kurani që domosht njëri në fund të leximit të Kuranit, realisht nuk ka ditë për këtë, po ka qenë praktike shumë prej selefit. Edhe ka transmetime nga Abu Huraira, nga Enesi, nga Ibn Mas'udi sa kanë bë dua që kanë shpresuar se Allahu i përgjigj lutjes në fund të leximit të fjalës së Allahut te barë. Nga se në fund çdo ibadeti ka dua. Në fund çdo ibadeti ka dua. Apo, që kanë pejgamberi dua mas namazit ka dua të pranuar. Namaz ka dua të pranuar. Agjëruesi ka një dua që si kthehet, apo. Zakonisht e kanë përmendur dietar në fund të saj të iftarit, apo. Që ashtu edhe është edhe haxhi apo. Ka Allah për kur ti përfundoni adhurimet,
Fadhkurullaha ka dhikrukum abakum, përmendni Allahun, luteni Allahun azza wajal, ka dua, apo gjithashtu edhe leximi i Kuranit. Kjo nuk është diçka që më bën në vazhdimsi, por nëse dikush e bën, edhe shënon si mundësi është e pëlqyer apo. Thot nga rregullat është pak më të brendshme. Këto janë të jashtme që përmendën, nga të brendshmet është që mas pari diskutimi e përmend që njëri kur lexon Kur'an, do mirë që nëse ka mundësi edhe do me hieshu leximin e Kuranit apo. Jo me lexu për shkak si kështu libër leximi, po pak me këndim, pse e dani farlloj trajtim të veçantë, edhe normal, a me lexu Kuranin për shkak nëse jemi në vend, me lexu me zoa po pa zoa. Esenca është me lexu pa zoa nëse ka mundësi, më mirë është apo. Po nëse është më e ndikueshme për të, edhe ka mundësi ndoshta me këshillu dikon ose ka mundësi me i thonë që lexoni Kur'an, s'prish punë. Por nëse normal, veprat e mira janë të kërkuar që më bëu në heshtje është sa më mirë apo. Gjithashtu të ndërrohet për rregullat që ka përmend këto autori është edhe çështja e, domethënë tash po flas për të mëshmet apo, për të mëshmet apo. Por ka sinqeriteti dhe komunikimi intim me Allahun te barekutaala. Çështja tjetër këtu e ka përmendur që don sjarim pak më zgjenuar, po më shkurt për shkak se kemi me përfunduar si kapitull, e ka përmendur të ndërrohet tek meditimi i Kuranit apo tek meditimi i Kuranit, tek përjetimi i Kuranit, çka duhet të përjetojë në esencë apo. Ne përmana se ajetet, kuptime, po, para kësaj, çka është ajo më e rëndësishmja që duhesh me e përjetu në raport me Koranin, kur lexon Koranin, çka është më e rëndësishme? Dy sene të lexoj, 2 sene. Ato që se kam fillim, me e përjetu se je duke lexuar fjalën e Allahut xhalla xhelalu, me madhnim, me përkushtim. Kjo është fjala e Allahut xhalla xhelalu. Çto fjalë ka thënë Zoti apo? Çto fjalë ka përcjellë Xhibrili Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Çto i ka kënu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Çto? S'ka ndryshim apo? Përjetimi i kësaj madhështie realisht është një përjetim i veçantë i brendshëm, një edukat e brendshme e besimtarit dhe e besimtarës në raport me fjalën e Allahut azza xhel. Dhe gjithashtu këtu e ka përmendur një çështje shumë e rëndësishme në ndrozër që pak nga ne ndoshta i kurthëm me mendja. Ajo është lutfi i Allahut, lutfi në këmbën e emrit Allahut el Latif. Lutfi është një kujdes që Allah e bën në raport me ty pa u vrejt. Pa u vrejt. Domthon Allahu xhalla wala e trajton robën e tij me rahmet, me emrin e tij Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf. Kjo është trajtimi i posaçëm, më i ngurë se rahme, edhe ka lutf. Lutf është me të apru të mirën, pika se preteq, as do këtë heqbe që i kësajtin e mira, ta bine Allahu të barekutaala. Latif, apëton. E thët, min lutfi Allahi azza wa jall, nga mirësia e pavrejtur e Allahu tek shumë rabt, është se ta ka mundësu me e kuptu fjallën Allahu xhalla wala. Të ndodhe, a bënë më nalë pak shtapën. Fjallë Allahu qëka është? Fjallë Allahu qëka është? Cilësia Allahu të zhjule, po. Nga cilësit Allahu të është sa i fletë. A që kjo? Cilësi e Allahu të është sa i fletë. Mirë. Ne kur flasim për cilësit Allahu xhalla wala, cila është e para që e përmend tek cilësit Allahu xhalla wala? Ha? Çështja e parë tek cilësi që themi atë. Besojmë se Allahu e ka këtë cilësi pa përgjithësim, pa kuptuar ç'është, pa kurrë, po s'dimna. Për shembull, nga cilësit e Allahu xhalla wala është, nga cilësit e Allahut është për shembull mëshira. Ti a din ç'është Allahu mëshirën? A kupton? Ti ishe gjurëm të mëshirës, po ti nuk e kupton cilësinë e rahmetit, nuk e kupton atë. Nga sa është për te kapaciteteve njerëzore me e kuptu, s'munët atë. Apo, s'munët. Nëse Allahu te barekutaala, që shka thonë hadith kutsi apën, kësh me hek perdën pak, kësh me dje keqa ka apëtën. Dritë Allah xhallahu, nuk e përbalon kër shkafi, se përbalon. Pra e ka thonë Musa, alësam Allah xhallahu, apën, ma mundë se me të papën. Ka unë dhurë i gjebel, shëre kodra, bje shkënë. Fe një stikërre me kanu, fe saufe, të ra, nëse jetë ajo në vend vetë, ti kime në papën. Falemma të gjella rabbu lil gjebel, posa ju shfaq Allahu kodrës. Nuk dim që ka shfaq, nuk dim që ka pa kodra. Ka pa shumë pak në për me qëka është Allahu që të vërë. Apo, gjanu dekka. Dekka është grim. S'ka pa ishtë në dunia që ta bën që është topë.
kharra Musa sa'iqa. Çka ti si Allah është? Kur flet Allah për Kur'an, çfarë përmend? Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin lara'aytahu khashian mutasaddian. Këshme po të përullet, coptum, të thym nga frika për Allah të bërë. Çka ti si Allah në realitet? Në realitet, çka është? Domthon çka i bën? Çdo përpjekje e jona, me e kuptu fjalën e Allahut, si Allah xhallahu ala do të rezultonte me coptim të zemrës, mendjes, syve këtë, s'munesh apo. Mirë, po Allahu te bartëra ka vendos nga mirësia e tij apo veç në raport me cilësi. Fjala Allah xhallahu ala ka vendos, domethënë s'po dish me çuçi është ndihmë kjo punë, po sa me kuptu apo. Sa me kuptu, a ke pa për trafoja i ka sa mi apo megawatt, ti e mush telefonin të shtëpia, apo pse ka transformator, apo para me shku me mush telefonin direkt në traf. Të kall ty me këtë çka, apo. E Allahu te ka lehtësu që edhe pse ka met fjalë Allahu ka met. Kur ka met fjalë, s'kam për shkak pejgamberi zbutë ti me fjalët tua, tani Bubekër ti zbutë pak që kur vjet ama von, ja hiç kur s'bën me zbut, që kjo ka met. E ka zbut Allahu xhallahu ka le mundsu që na lexojmë këndshëm, bëjmë tefsir, ndërsa ajo mbetet si Allahu ta zot që në esencë çon dunjon apo. Kjo është nga mirësia e Allahut apo. A preton çu të apo? E ka zbut Allahu që ti më kuptu. Në esencë koll, në esencë çon, çopton është e madhe apo. Po e ka mundsu Allahu xhallahu për ty si musliman që të përfitosh nga fjala Allahu xhallahu e ka zbut Allahu cilësinë, ndikimin e cilësisë, se kjo është cilësia e Allahut është xhallahu ala. Nuk është kjo për shkak rahmeti i Allahut është me pa që nëna e don fëmin. Kjo është manifestim i mëshirës së Allahut azza wajel. Kurani nuk është manifestim, është fjala e Allahut azza wajel. Kur lexon ti Kur'anin, lexon fjalët e Allahut xhallahu ala. I po këto se gjemat atë fuqia atë, pse Allah e ka zbutur. E të ka kallzuar me azmit kodrave atje. Pa çit zbutje, biesh e dunjos çon Allah. Biesh e dunjos çon Allah. Pa keni në Kur'an Allahu xhallahu kur ban që kur ka në pasin hadith kur Allahu xhallahu ala flet, don pëlqesin çit, me laqet bin sejdë apo. E para është Xhibrili që ngrit kokën, i ka thënë se ka dashur, jo përcjellën. Zbatet. S'mund të mos fuqia më, fuqia më, fjalë Allahu ta zgjon apo. Ne Allah na ka lësuar që po sabia ti ai filoni. Lezon surën Fatiha, Ikhlas, inna a'tayna al-Kauthar. Komenton bon çit as tërmet as kurrë, pse ish dosh koja mudridh apo. E ka zbut Allahu xhallahu. Pse? Që njerëz me përfituar nga fjala e Allahut te bareke ve taala. Prandaj përjetimi i qëti lehtësimi të ndërrozën, përjetimi i qësoj mundësie që ta kuptosh fjallën e Allahut me kaq lehtësi, pa qarje, pa trënditje, pa lkundje, pa dridhje, është mirësin vetëm. Është mirësin vetëm. Pa Allah thot, e fela yetadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Se nuk e kuptojnë fjallën e Allahut, a ka në zemrat tyre dryja? Me çka i kam shirë ato zemra që s'po të përton fjallën e Allahut te bareke o taala. Prandaj thot autori, nëse nuk arrin me kuptu që ta apëtën, atë përsrete, jo njëre, 10 herë apëtën, 20 herë apëtën, a din qëre, a përsrete i për kuptam jo apëtën. Që për nga mërësëm shumë, me një ajetë o falë gjithë notën, in tu adhihum fe innu me ibaduk, nëse i dënon, janë për tu, nëse o falë, ti i gjithë fuqeshme dhe i urtë, inë e kënë të l'azizul hakim, shohën Isa a.s. Gjithë natën e ka lezu qëtë e ka kajtë, farë mëdhësia, farë mëndnimi Allah xhallahu. Njëri me kuptu, që ka mësu Allah xhallahu, namaz, ose jashtë namazet, ti lexon fjalën e tij, Allahu të përgjigjet. Kur është elhamdulillah rabbil alamin, Allahu të përgjigjet apo. Prandaj çush komunikon me çdo Allah. Po më çka është ajo që autori thotë doon që i ka bu selim pas çastit, që është edukata e brendshme e Kuranit. Edukata e brendshme e Kuranit. Pastaj në kapitullin përmbys thot mirë. Thot fasl fi fahmi al-Quran. Kjo është leximi i Kuranit dhe edukata e jashtme dhe edukata e brendshme, apo. E disa çështje që kanë të bëjnë me kuptimin e Kuranit. Thot duhet çdo lexues i Kuranit do mund të interesohet për kuptimet e Kuranit me vet. Me vet. Çfarë kuptimi ka kjo? Çfarë kuptimi ka kjo? Përshëndet të ndërozë sure që i dim për shkak me ditë, çka është o min sharri ghasiqin idha waqab. Çka ghasiq? Çka idha waqab? Kuptimi. O min sharri naffathati fil uqad. Çka kuptimi ka? Çka kuptimi ka? Më rëndësisht me kuptu. Të besoj që këtën të vazhdimisht, prandaj
Edhe kjo është që më rëndësi, fahmul Kur'an, me kuptu fjallën e Allahut Azza wa Jalla. Me pa madhështinë e Allahut Xhallahu Ala në sqarimin në sqarimin e kuptimeve të Kur'anit. Për shembull, ka disa ajete që Allahu na thret pak më thellë me medituar. Për shembull, Allahu afara'aytum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun. Tumnun mani është domthon sperma, uji i burrit apo që domthon ngjizet me mitën e gruas të burrit fëmijë apo. Shiko, subhanallah, në gjendje të langshme është apo. Sot diçka e panjohur. Në gjendje të langshme, peçtike po bëhet njëri, bën eshat bëhet subhanallah. E faraitu ma tumnun, a keni pa këta që bëni apo. Antum, ajo e bëni ana apo. Ata më metu për arshtin tonë, për metu për gishtin tonë, për kokën tonë apo. Me tu fëmin me pa apo, çish e rit Allahu azh, habitesh subhanallah. Habitesh apo. Fëmiu fushën e vogël të ndozë me metu njëri, wallahi është në botë mbetëm. Ti habitesh qysh mundin njerëzit apo marrë që një herë një vet kanë pa fushën me mohu. Unë habitna. Një ka pa shumë sanë po, është e fushën vëlla. Qysh. Shemson Allahu azza wa jalla subhanallah që domthon me marr frym, me thith, me lyp. Pika Allah apo. Shikojmë përmend ndrozi. Pika apo. E shes pa që para durë tuaja mund më dal shpirti apo. Vjet diçka në fyt, Allah ja, të që Allahu veç është El Hayy El Qayyum. Sinqerisht apo. E shet të fëmia emnat El Hayy që japet edhe El Qayyum shaman. Se Sulejman ti asun kujdes për të kurrës që ndor apo. Është interesant apo. Pastaj shiko adoptir, për atë ti kish pas mirë është e fortë, fillojmë apo. Kush mund zhvilluar apo. I ka bëu të buta që dal ngadal, gjithçka është subhanallah, gjithçka është në përputhje me fazën e fëmijës apo. Me fazën e fëmijës. Para për shembull, kërkesa për ushqim e fëmijës në shpërputhje me mundësinë e përpunimit apo të ushqimit apo. Çka më ndodh? Kërkesa e tij me hongër mish apo në shpërputhje me luktën që s'ja përpunon. Çka më ndodh? Si mund të thonë sunhan, edhe me dashur, s'ka dhëm, s'ka shije për këtë apo smunet apo thon. Ai shikoj gjithçka është subhanallah, ke zhvillohet, ke rritet, ke bëhet interesant apo. Që thotë Ibn Qayyim rahimahullah, apo për fëmijën. Ka pas domthon një ditë furnizimit përmes kërthizës, ka dalë ka bëu Allahu 2, pastaj arriti ka bëu 4, pastaj derisa dal në ahiret ja qëra të dyrë gjenet për cësë dëmë dhe me hjepën. Që zhvillimi njeriu të apë të një etapave të vërdushme, që Allahu për të kujdet duke hapë dyrë të riskut janë të habitshme ato. Ku i gjon këto provokime të mendjes për këtë meditim të fjalë Allahu Azza wa Jalla. Dhe me njëmi më menu, me kuptu që ka falë Allahu që ka bo, ushqimin ato. Apo. Falendru l'insanu ila ta'ami. Allah thotë, qërë në bukë kërë të hanë. Thirje kuranore, qërë në bukë kërë të hanë. Kush e ka zbrit ta, kush e ka bukët. Pastaj muslimani nuk ka mundësi me kon I hutum, vallahi gafela. Gjithçka është që Allah po kujdes, që Allah po shikon, është prezencën e Allahu xhallahu në çdo aspekt apo. Në këtë vëmendje, këtë kujdes, realisht e kultivon me çka? Me Kur'an. Kur'ani thot në këto aspekte gjithmonë apo. Dhe gjithashtu të ndrozi thot kur lexon për shumë shembuj ka këna, përmend raste të tjera, kur lexon për shembull për gënjeshtrues, që i dënon Allahu xhallahu ala, që ai ndodh, që për shpërblimet, për shumë tjera. Edhe në fund thot me vanjul fahm, çka është ajo që pengon kuptimin e drejtë të Kuranit. Ka shumë. Ky autori përmend 2 kryesisht, domthon që apo mund na mjaftohet një 3, apo thonë që nuk kuptohet tek autori, po pse ka shumë tjera ato. Një nga ato thot, domthon nga ajo që pengon të ndrozur nga meditimi është domthon stërhollimi i tingullit të shkronjës apo. Don gjithë sati shkon një të ditë nxirra apo më apo. Duhet me pas kujdes për shkronjën sa ai. S'po them te gjvidesh më rëndësi, shkronjat arabe janë më rëndësi, nuk kanë si tonat, e kanë mahrejin e vet, e kanë zinën e vet. Por me tepër opton
me të pru shumë këtë aspekt, hajde me konë ekspert, a njerëz, dhe thëmë nivelli, po njerëz, ndonë, mësëm e Kur'an, s'ka në mi kompleksu me të gjvid, nuk e ke majtë mirë, se ke majtë 2 tona, se ke majtë 5 tona, apo, ndërso se mërë është fatjan, kur një dves ka meditu për këtë punë, Kur'an s'ka orë për këtë punë, Allah, me stërhallu një tingun, me stërhallu një ledzim, një shkronja, ka orë Kur'an me mësu me qunë gjenet, Allah, andaj, ata të parët tanë, s'kam pas kësi krizash, kam pas vakt, e më mësu krejt e këtu, nga se i kanë kushtu menje. E tani edhe, pa mundësia e harnimit të na çka është mundësia e harnimit të përmërë. Pa mundësia me meditu, me u eduku, me u formësu, me u përmërsu me Kur'an, pa mundësia që në këtë aspekt me konë i detajizum, apo forcën e detajizimit që duhet këtu me shpërfaq ku? Tek shkruajja të përmërë. Apo, e detajizon komplet ajetin që flet, apo, për shembull, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Këto bëjam bë, wala yaghtab ba'dukum ba'da. E thonë çush bëja duhet me rrok, sa duhet kjo bëja këtë me rrok apo e si të përmend këtë e përgojon dikon atje apo. Thash, hajde ka mos përgojo, jo mos se moj bën 2 tonë tani përgojo sa të mundesh apo. Mos pari mos përgojo, tani moj e bën apo. E kështu më radh. Andaj çka është ajo që muslimani ka bëu thash fatkeqësisht që me pas pengesa në kuptim të Kuranit. Qasja edhe stërmadhimi i çështjeve për të nevojës në llogaritë tjera. Edhe normalisht e dyta që është gjithmonë, ka thonë autori përmend nga faktorët kryesorë që pengojnë kuptimin e Kuranit, pengojnë mendimin e Kuranit është kush? Mëkati. Për mëkate më të shëmtuara këto që autori përmend është, domethënë, është kibri. Me një mësia të nërëdhën. Një mësia është nga faktor kryesor që pengojnë në kuptimin e Kuranit. Gjithashtu edhe pasimi i epshit. Ai që pason epshin, është ai i lexon Kur'anin për mja gjet argumentet epshit vetë, ky s'përton nga Kurani kurrë. Absolutisht. Edhe normalisht zemra e ndryshkur nga smundjet e saj. Sikurse autori si shembull, nëse është një pasqyre e ndotur me ndytësira, nuk i mundësi me pa vetën që është duhet, absolutisht. Asaj i pasër, jo, që ty bashku duket faqja, duket e njullë, të ti po është në pasqyre. Andaj, zemra është pasqyra rresht e jotja. Sa me pasër është, Kurani rresht manifestohet ma qartë edhe ma mirë. Thotë gjithashtu nga çështja me rëndësi tek meditimi dhe leximi i ajeteve është që njeri gjithmonë me e vendos vetën e tij në pozicionin e atij që po i flet Kur'ani. Jo dikon tjetër. Kur'ani flet për tema ndryshme. Edhe për Uhud kur flet Allahu Azza unë ti atë që ne dikon që ke lëshuar i kotër. Edhe atë që për popujt e tjerë në çdo situatë, fatkeqësisht shumë nga ne kur lexojmë për shembull, themi ata, këta, ky ajit për kazon, lejtë një është tjetër. Ti vendose vetën në raport me Kur'anin sikur se Allah po të let ty. Ti rubiem ti. Ta ka qenë Allah ti mesazhin ti çka kemë bëu. Kuptoje ti për vetën tonë apo. Që kjo është nga çështë e rëndësishme të edukatës në raport me Kur'anin. Dhe këtu ka shumë shembuj, apo madje thot autori që është një lloj tallje me Kur'anin, apo kur ti e lexon Kur'anin, apo dorsa e kundërshton. Po mirë, Allah kujt pi flet kë Kur'an Allah. Kujt pi flet? Po ti po të flet. Shprehni falli përgjegjësi në raport me të, në përpjekje të ndryshimit, në përpjekje të përmirësimit në rregull, njësën sana, vin ku, okay, bën po shprehni interesimi. Ama veç lexim që ashtu ta ndonë thjesht, hiç pa e lodh kryt me mësime dhe por atë flasin ty ajo, apo kjo thotë është një tallë apo. Bile autori thotë, ndoshta më mirë mos më lezu hiç, se kjo është hajgare me Kur'anin. Në lezo Kur'anin bën kështu tani. Sikur gjim ka të ndërlodhur fatkeqësisht, po them për çdo rast, Allah na fal, po është më mirë mos më nguqat Kur'an, as mos më lezu Kur'an. Lezon për xhenem, dënimin e Allah xhalla wala, edhe e lezon formën që po dhjone të jetë
artistike, ata tjerë ma shumë bojnë pas zonit se mas njërë të Allahut të barë, ma shumë bojnë mas aftësisë të ti me majtë frymën që e qenet ka gjgatë, se qka thëtë Allahut të barë, që ma mirë mas me nguaj që kjo është qka kjo, kërën s'ka me kazu kush e ma frymën ma gatë, kush e qënë zonin ma naltë, Allah, atë qënë gjenet, atë qënë gjenem që kjo është, tani ka ku edhe për të me lezu normal, ai ka nga lexues të kanë që kanë lexuar dhe ka dalë, kanë lexuar mirë. Për shembull, ama Allah leximi tyne ta për ekzamin Allahun. Është mësim, se kështu nga të vjetë për shembull, Sheikh Manshawi rahimullahu me lexuar për më dimi për shot ajetet me përmbajtjen. Edhe në zuën tingull të çana thon. Po të tjerë ka po ka disa që vallahi fatkeqësisht është bërë çështje më tepër, domthon afirmiteti, autoriteti, përfitimi se sa që ka të bëjë me ndikimin e kjo është padyshim pengesë me përfituar nga Kurani dhe me kuptu fjalën Allah te bareke o taala. Edhe thotë wa yanbaghi an yatabarra min hawli wa quwwati. Ai që don me përfituar nga Kurani duhet që me u dorëzu komplet për Allah të mënduar, edhe mos më thonë që qëron po lexoj njerëz po lexojnë që unë më çu larga sa thon tezkia me vetën e tij, me i dhon dekorata vetes së tij, dekoratat e lavdatat vetes së tij, edhe e përsia e tij ndaj tjerëve, pse unë lexoj ata po flanë, unë lexoj ata, është pengesë nga përfitimi i Kuranit. Është pengesë. Po njëri e ndim begatinë Allahut që Allah ka mundsuar me kuptuar një ajet, me kuptu, po këtë e përkthen çka në shtim të Allah xhallahu ala, jo në e për të njerëzve. Do të thonë kur ti e dëgjon imamin duke lexuar një sure që ti veç e ke mësuar tefsirin e saj, ni është mirë. Po ni është mirë raport me Allahun ton, me begati që Allah ta ka dhënë, që këtë është thënë shukrin ndaj Allahut, falërimin, e përulën, po e për të njerëzve që ka shumë xhaila nuk e dinë që unë elhamdullah di. Ja që kjo s'ban. Kjo s'ban kështu nga ato çështje, është çështje e gabuar. Prandaj Kurani me një fjalë të ndrozë duhet me ndiku gjithmonë që çdo shkruan e tij, po them çdo fjalë apo ajet e tij apo sure, po çdo shkruan e tij duhet të jetë një hap i zemrës, jo i trupit, që na afron tek Allahu te barekuhu teala. Na ngrit tek Allahu xhallahu ala, nga se rajsh ky Kur'an ka ardhur, me na ngrit tek Allahu xhallahu ala, sigurisht se kam në fillim atë që ka thënë pejgamberi sa inna Allah yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman, Allahu me këtë libër ngrit do njerëz edhe sa të tjerë i parul në bëftullon nga ta që i ngrit me këtë libër në dunja edhe në ahiret, nga se edhe autori ka përmend, po e kalum fillim për shkak që mos më marr shumë me atë që flet për vlerën, se ka shumë vlera, për me dhënë hapësirë shpjegimeve që i patëm deri më tani, po ka një hadith që i thuhet shoqëruesit të Kuranit, që ka thonë, i thuhet shoqëruesit atë që e ka pas shok Kuranin, jo atë që ka pas, domthonë largësi ka herë ka jo shok, i thotë lexo dhe ngritu. Ç'kjo është, domthonë, lexo dhe ngritu. Nga se vendi në xhenet tek ajeti i fundit që i kontrollon dunjën. Allahu pa çfarë ngritje, lexo sa hatën e ke bëu, sa kuptimin e ke pas, sa këtë ke po ngritu. Allahu na ngrit në Firdaus me këtë Kur'an, na bëft Allahu ndaj mësues e na rut Allahu që mos tjetë Kur'ani argument kundër neve. As në dunjë e as në ahiret, na bëft Allahu bardh të denjë të fjalës së tij në çdo aspekt, edhe në aspektin e leximit, edhe çfarë do forme të shërbimit të fjalës së Allahu xhallahu ala që përhapet tek njerëzit, fjala Allah xhallahu ala me lexim, me mësim, me kuptim, meditim, shërim e shumë aspekte tjera të asaj që quhet bereqeti i Kuranit. Kjo është ajo që ka me këtë kapitull. Allahu i shpëbleft, sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen kathira.